Zoti kryetar, të nderuar qytetar, zonja dhe zotrinj, miq të lirisë dhe të qendresës. Sot flas këtu për t'i dhënë zë guximit tuaj moral, qartësisë politike dhe përgjegjësisë ndaj të vërtetës, për të mbështetur revoltën tuaj ndaj qeverisë Rama Balduku. Sot e pandehur është e gjithë qeveria, e pandehur është e gjithë mazhoranca e cila nuk gjen fuqinë morale për katarsis. Sot ju e spostuat nga kalendari raportimin e komisionerit për zgjedhjet, por jo raportin përfundimtar të OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit, i cili ju rrim mbi kokë si Xhebraili. Ai nuk është një dokument teknik, nuk është një justifikim opozitar, është akti zyrtar ndërkombëtar politik i cili konfirmoi se demokracisë shqiptare ju bë një atentat. Atentatorët janë këtu pas dhe para meje. Zgjedhjet u zhvilluan në peshën e korrupsionit, në diktatin e krimit të organizuar e të pa organizuar, në koracën e hekur të frikës. Ju ecni mbjaku, në fytyra keni tmerr, gjumi juaj është me gulqe, natën keni etje, fantazmat e grabitjeve publike ju trazojnë me kesë se njollat e gjakut Macbethin. E vërteta e zgjedhjeve po del nga tuneli Llogaras dhe rri këtu këm kryq. Qeveria juaj ka rënë dhe rri si kadaver në mes të mexhlisit nga habia dhe apatia sociale. Pa fuqia juaj për të qenë të ndershëm, sot është kurthi më i madh i shpresave shqiptare. Dëshira juaj për të rëndur si të çmendur pas paras, duke zaptuar çdo kursi të jetës publike, është virusi më vdekjeprurës për çdo shpresë. Pa aftësia juaj morale për të përballur me krimin, e ka kthyer Shqipërinë në një tokë të askujt, ku jeta një pule vlen më shumë se jeta një shqiptari, i cili del në mëngjes për punë e kthehet në darkë në arkivol. Nuk ka rëndësi në jetë gjykatës i lartë, biznesmen, kalimtar me biçiklet, ish i dënuar apo fëmijë në shkollë, të mbërrin plumbi, të kap pistoleta, të përfshin autobusi, të shpon thika, të buzëqesh vdekja dhe kthehesh në statistikë mediatike. Shteti i privatizuar shqiptar nuk qëndrojnë mbi palet, por u vesh me ngjyrat e partisë në pushtet. Të gjithë mbathen atletët e kryeministrit dhe rëndën për të rrëmbyer vota, duke vënë taksën e gjizes mbi dinjitetin e individit. Burimet publike, administrata, fondet, projektet dhe komunikimi institucional u përdorën si instrument elektoral nga partia e kryeministrit Edi Rama. Nuk e them unë, e thot Odiri, nuk e thot Partia Demokratike, e thot standardi ndërkombëtar. Mbi 4500 aktivitete zyrtare u përdorën si fushat e maskuar. Në qarkun e Fierit ndër të tjerë, siç e dokumenton raporti, u pa shkrirja totale e shtetit me partinë. Ky është modeli një pushteti që nuk kërkon më legjitimitet, por siç do ta përkufizonte Ana Arendt, kërkon bindje përmes frikës, heshtje përmes blerjes, një model që vret besimin dhe instalon kontrollin. Raporti flet qartë për blerje votash, për presion ndaj qytetarëve, për ndikim të grupeve kriminale në disa qarqe të vendit. Të gjitha këto përbëjnë sulm frontal ndaj lirisë së votës. Kur vota blihet, qytetari varfrohet. Kur vota kërcënohet, liria vdes. Në ala testament Václav Havel, atje ku e vërteta shitet, aty fillon totalitarizmi. Prandaj kjo që ndodh në Shqipëri nuk është një devijim i vogël, është deformim themelor i Republikës, është vetë letargjia e saj. Punojësit administratës u vunën presion, detyrim për të marrë pjesë në aktivitete partijake, frikësim për vendin e punës, përdorimi i patronazhimit si mekanizëm kontrolli. Kjo është shkelje rëndë çdo norme demokratike. Një shtet që i përdor punonjësit si militant nuk është shteti i qytetarëve, por është shteti i partisë.
Dita e votimit, sipas Odirit, solli cenim të fshehtësisë së votës, pranitë e pa autorizuar të aktivistëve të pushtetit, votim familjar dhe rastet e blerjes së votës në vendngjarje. John Stuart Mill e ka thënë natyrisht, jo për pasardhësit e Haxhi Qamilit, as të Haxhi Lleshit, as të Haxhi Krojt, se liria e votës është kufiri i fundit i njeriut të lirë. Dhe kur ky kufi thyhet, zgjedhja nuk është më akt lirie, por thjesht ritual formal. Të nderuar qytetarë, ne nuk jemi vetëm në këtë vlerësim. Shtetet e Bashkuara po e vështrojnë Shqipërinë dhe po flasin. Siç e tha këto ditë një kongresmen, pluralizmi në Shqipëri po shuhet. Dhe kur shuhet pluralizmi, nuk shuhet vetëm opozita, shuhet liria, shuhet debati, shuhet shpresa. Pa të do të hyjmë në ujëllesat e tiranisë. Ky paralajmërim është akt i rënd ndaj qeverisë së Edi Ramës, sepse vjen nga tempulli i demokracisë më të konsoliduar në botë. Presidenti Trump dhe sekretari i shtetit Rubio, në mënyrën më të pazakontë, por më të qartë, në telegramet e urimit për festën kombëtare, cituan luftën ndaj karteleve të drogës dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Këmbanat po bien për ju. Qytetarët e nderuar, Republika nuk është thjesht një sistem administrativ, apo një seri institucionesh, ajo është shtëpia e përbashkët e qytetarëve, ku ligjet nuk duhen të jenë instrument i pushtetit, por garanci e dinjitetit të secilit individ. Siç theksojnë etrit e doktrinave politike, nga Montesquieu te Tocqueville, fuqia politike që nuk kontrollon rrezikon të kthehet në autokraci, dhe shteti të shndërrohet në pronë private, shoqëria në kope, ku bariu there pret, shet e blen sipas qefit. Sot ky është realiteti ynë. Republika po përvetësohet nga partia në pushtet. Institucionet, zgjedhjet dhe mekanizmat e kontrollit publik po rrëmbehen në funksion të një partie të vetme. Qëllimi është i qartë dhe i dokumentuar. Shuarja e opozitarizmit, monopolizimi i pushtetit dhe kthimi i pluralizmit në një fasadë formale, një iluzion për të mbuluar një sistem gjithnjë e më autokratik, kur Republika nuk i shërben me qytetarit si sovran, por pushtetit si instrument. Ajo nuk është më shtëpia të gjithëve, por arena një pushteti që e realizon kontrollin mbi çdo qelizë të shoqërisë për të konsoliduar fronin e pushtetit. Institucionet publike janë kapur nga një parti e vetme, Presidenca e Republikës, çdo kincë institucioni i pavarur apo agjenci, KQZ-ja, AMA, RTS-ja e të tjera nuk i shërbejnë publikut, por i shërbejnë vetëm qeverisë. Në media, mbi 90% e hapësirës është në kontroll indirekt të qeverisë. Kjo nuk është demokraci funksionale, është një autokraci, një kontroll i heshtur, i maskuar, real dhe gjithnjë e më i paturpshëm. Do ju kujtoj gjithmonë se viti elektoral u karakterizua nga klim për ndjekje penale të liderëve të opozitës, tensioni qëllimshëm, presion ndaj kundërshtarëve, dhe një shoqëri që trembet nga drejtësia nuk ka drejtësi, dhe kur një opozit përndiqet politikisht, kjo shoqëri përsëri rrezikon themelet e Republikës. Demokracia shqiptare mund ta ushqejë iluzionin e vet vetëm nëse qytetarët nuk dorëzohen. Fryma e lirisë jeton tek çdo shqiptar që nuk e shet votën, tek çdo i ri që kërkon të arme, tek çdo punonjës që refuzon të përkulet, tek çdo shqiptar që thotë dua një Shqipëri të drejtë. Ne kërkojmë vetëm atë që Shqipëria ka firmosur prej dekadash, respektimin e dokumentit të Kopenhagës, të rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Ne kërkojmë zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme, shtet neutral, institucionet e pavarura dhe një republik që nuk i takon partisë, por popullit. Kjo është betejë jonë, nuk është për karrige, nuk është për poste, nuk është për privilegje, por për dinjitetin e popullit shqiptar, për Republikën e Shqipërisë, për të drejtë e njeriut për të votuar i lirë, pa frikë për të armën e fëmijëve tanë. Dikush me shkruante para pak në dialektin mirditor: o burra kap një hunjt, se na vun horrat për funjt. Por unë jam i fjalës dhe jo i hurit. Ndaj do ta mbyll këtë fjalë me ato që Charles de Gaulle u tha francezëve të tij: demokracia është e fortë vetëm kur qytetarët nuk kanë frikë. Ju do të shkoni drejt marrëzisë nga frika juaj dhe qytetarët do të rigjejnë vetdijen për të çliruar për ju shumë shpejt. Faleminderit.